Më 29 shtator, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, do të ketë mundësinë për të lënë për disa orë qelin për t'u paraqitur në GKK. Gjyqtarja Etleva Deda ka përcaktuar orën 12 të hënës së fundit të shtatorit për të bërë përballjen e palëve mbi kërkesën e SPAK, mbi mbylljen e hetimeve dhe dërgimin e dosjes për gjykim. Prokuroria e posaçme ka ngritur ndaj Veliajt 13 akuza, 9 prej të cilave për korrupsion, shpërdorim detyre, pastrim të parave, fshehje të pasurisë, futje të sendeve të paligjshme në burg. Gjithashtu 12 akuze janë ngritur për bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa. Në dosje janë 6 biznesmen për kryerjen e veprës së korrupsionit të funksionarëve të lartë dhe 10 të tjerë për pastrim parash. Ndërkaq, për ish-deputeten Klotilda Bushka, SPAK ka ngritur akuzën për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Veliaj u arrestua më 10 shkurt në zyrën e bashkisë pas kallëzimit të bërë prej shtetasit Nesti Angoni, i cili rezulton të jetë një person anonim. Përgjatë hetimeve, SPAK ushtroi kontrolle në banesa dhe biznese, ku gjeti shumë parash, dokumente, por zbuloi shpenzime që nuk justifikohen me të ardhurat. Ndërkaq akuza thotë se ka zbuluar skemën e lëvizjes së fondeve nga buxheti i bashkisë te OJF të kontrolluara nga Ajola Xoxa. Gjithashtu veprimet paligjshme janë gjetur në dhënien e lejeve, por edhe të ndryshimi i planit të detajuar vendor.